Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, pasi simbolizon sakrificën ndaj krijuesit dhe dashurinë ndaj familjes. Besimtarët ju drejtuan xhamive që në orët e para të mëngjesit për të falur namazin e kësaj feste, e cila në simbolikën e saj ka një mesazh shumë të fortë, zbatimin e urdhrit të krijuesit dhe vlerësimin e familjes si gjëja më e shtrenjtë. Në fjalën e mbajtur para besimtarëve musliman që kishin mbushur xhaminë e Burrelit, brenda dhe jashtë, imami Besim Haka tha se Kurban Bajrami veç sakrificës ndaj Zotit përcjell mesazhin e afërmitetit me familjarët, miqt dhe njerëzit në nevojë. Dhe kur ne e duam Allahun xhaleshanuhu, edhe gjërat më të shtrenjta të cilët njeriu i posedon, i sakrifikon për hir të Allahut xhaleshanuhu. Me vërtetë që njerëzimi vazhdimisht ka kaluar her pas here edhe në besimet e devijuara ose në besimet e kota në idhujtari, njerëzit gjatë për dashurinë që kishin për zotat e tyre, që i adhuronin dhe i besonin përveç Allahut të vetëm dhe të pashoq, sakrifikonin dhe gjërat më të shtrenjta, bile edhe jetët e njerëzve, i sakrifikonin si që ta afroheshin sa më shumë. Allahu xhaleshanuhu pikërisht për ta zhbërë këtë zakon dhe për ta larguar këtë zakon dhe për t'i dhënë njeriu të vlerën që i takon, që jeta e tij është e shtrenjtë dhe nuk mund të sakrifikohet për asgjë tjetër, vetëm se për hir të Allahut xhaleshanuhu, dhe për ta zhdukur dhe për ta zhbërë këtë traditë e cila ishte në besimet e kota, pikërisht dërgoi shembullin e profetit Ibrahim a.s. bashkë me djalit tij. Ashtu sikur se Zoti xhaleshanuhu na jetësoi atë në Kur'an dhe na e përmend atë në librin e tij në Kur'an ku thotë: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Kur djali u rrit në moshë i cili ishte në moshë madhore dhe ishte në moshë e cila ju gjinte babait, pra Ibrahimit a.s. ju gjinte në punët dhe ndihmonte në jetën e tij, pikërisht në këtë moshë dhe në këtë moment vjen urdhri prej të Madhit Zot, ku i babai Ibrahim a.s. i thot djalit tij, thot o birim, unë jam urdhëruar prej Zotit që ty të sakrifikoj të bëj kurban. Dhe Ismaili a.s. i drejtohet babait tij, thot ja babush, pa nuk i drejtohet as baba, por me përgdheli dhe me dashuri të cilën e kishte ndaj babait tij. Thot o babush, bëj çfarë je urdhëruar dhe unë mua do më gjesh inshallah në dash Zoti prej durimtarëve. Të nderuar besimtarë, që nga ky ajet e para gjë shohim që më të vërtetë që njeriu kur e beson Zotin xhaleshanuhu me veten e tij, kur edukon familjen në besimin në Allahu xhaleshanuhu dhe me vlera të larta, dhe kur kjo lidhshmëri baba prind është një lidhshmëri e cila rrjedh nga dashuria dhe respekti, dhe jo thjesht sepse duhet që ne të respektohemi, por një dashuri e cila buron nga respekt, nga dashuria dhe respekti i ndërsjellë me njëri tjetrin, është që me vërtet i bindën dhe janë të gatshëm të sakrifikohen dhe të zbatojnë urdhrin më të lartit, urdhrin e Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu pikërisht na e përmend përsëri ku thotë falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kur ata ju dorëzuan dhe për ta zbatuar këtë urdhër, dhe ata ishin gati për të realizuar këtë urdhër, atëherë thot i drejtohemi Ibrahimit a.s. ja Ibrahim, in sadaqta ru'ya, ti me të vërtet e realizove për atë cilin e urdhëruar, por kjo ishte një sprovë e cila u vendosë ti bashkë me djalin tënd, dhe ne atë ta kompensojmë ty me një therje kurbani, me një dash. Pra në nderuar besimtar, nuk po futemi në detajat e ngjarjes dhe historisë. Por ajo çka është, si kur e përmenda në fillim, është që Allahu xhaleshanuhu pikërisht donte të zhbënte që në emër të idhujtarisë, në emër të besimeve të kota, apo në emër të zotave të cilët njerëzit i marrin për zota, sakrifikojshin edhe njerëzit. Dhe pikërisht Allahu xhaleshanuhu, i cili për t'i treguar njerëzimit që o njeri në këtë dynja, ti ka ardhur për një mision shumë madhor, dhe ti ke një vlerë të madhe, dhe ti je i nderuar vetëm se me anë të besimit dhe njohjes së Zotit të krijuesit i cili ty të ka krijuar, dhe çdo gjë që të cilën bësh,
edhe gjërat më të shtrenjta, edhe gjërat më të dashura ti sakrifikosh vetëm për atë i cili ka kriju. Por ama Allahu xhaleshanuhu me kët, edhe sepse e vendosi në sprovë Ibrahimin a.s. bashkë me djalin e tij Ismailin a.s. e shikojmë që ta bëjnë thotë që qëllimi i Zotit xhaleshanuhu nuk ishte të sakrifikohej jeta e njeriu, por ama ishte që më të vërtetë që akti sublim ishte që njeriu kur e beson dhe e don Zotin xhaleshanuhu, ku njeriu është i nënshtruar dhe i bindur te Allahu xhaleshanuhu, ku njeriu është i bindur dhe e din se kush është Allahu i madhërueshëm, sakrifikon dhe nga dashuria që ka për të dhe kultivimin e dashurisë në zemrën e tij dhe dorëzimin e të, do të thotë që unë sakrifikoj për të dashurin tim, pra për Allahun xhaleshanuhu dhe gjërat më të shtrenjta. Ju uroj gjithë secilit për jush këtë festë madhështore, këtë festë e begat, që Allahu xhaleshanuhu t'u japi lumturi dhe begati dhe mirësinë në familjet dhe në vetët të juja. Lut Allahun xhaleshanuhu që t'i pranoj sakrificat tuaja, qurbanet e juja. Lut Allahun xhaleshanuhu që në vërtet kjo ditë shërbej sa më shumë për ne, që të afrohemi dhe të bashkohemi. Lutim Allahun xhaleshanuhu për vete dhe për gjithë popullin ton shqiptar. Lutem Allahu xhaleshanuhu që të na begatoj dhe të na ruaj nga çdo gjë e keqe dhe nga çdo gjë e cila nuk është e mirë për ne. Pas faljes së namazit të Kurban Bajramit, besimtarët uruan njëri tjetrin si dhe nisën vizitat në familje, ashtu siç e ka edhe tradita e kësaj feste.